Profesor Amata e nisët një barazim në Eurobrisin për balë një vllaznie potente, pa dyshim Ignacio. Patjetër që po, sepse të vish në Shkodër dhe të luash futboll është gjithmonë një kënaqësi e paparë, sepse këtu me vërtet është stadiumi mitik i Shqipërisë, por edhe i Shkodrës. Pra këtu është një fushë shumë e vështirë për të luajtur futboll. Vllaznia është gjithmonë konkurrente në çdo drejtim. Kur themi vllaznie potente, fjala është patjetër si vllaznie traditës, por sot duket se ishte në ato nivele. Jo se si ishte në ato nivele, se në rezultatin e mori në një moment të lojës, por ne rrezikuam çdo gjë dhe pastaj rezultati mund të kishte shkuar edhe në favorin tonë. Pra futbolli i njeh këto rezultate. Ishte 3 pikë fituar sot apo 2 pikë të lëna në Shkodër për lojën që zhvilluar? Mendoj që me organikën që kishim, mendoj që është një pikë e fituar. I kënaqur me drejtimin e Skënderbeut në këtë sezon? Patjetër, sepse Skënderbeu ka bërë investime, sepse ne kemi edhe lojtarë të tjerë që nuk për arsye tashmë dihen, nuk mund të ishin në lojë, por Skënderbeu ka bërë goxha investime në këtë sezon për të qenë konkurrues. Për çfarë objektivi duhet? Në Shkodër, prisi pikë në Shkodër sot duke pasur parasysh edhe organikën shumë cënguar që kishit sot, asnjë pothuajse asnjë afrim të zhvederuar. Duke u referuar organikës, mendoshim që mund të merrshim diçka në Shkodër. Duke i referuar asaj që kishim përgatitur për të luajtur, mund të vishim dhe për fitore. Por futbolli gjithmonë në Shkodër është shumë i vështirë, sepse vllaznia ditë luaj shumë mirë futboll, vllaznia si skuadër me të vërtetë shumë e fortë dhe gjithmonë rezultatin nuk mund ta parashikosh dot. Por ne gjithmonë kudo që të shkojmë për rezultat për të marrë maksimumin në çdo nesh. Por çfarë objektivi luan Skënderbeu në këtë? Objektivi i Skënderbeut në këtë kampionat është të renditet sa më lart në renditje dhe të ka udhur bazat për një Skënderbeu që organika e lojtarëve që ka afruar në këtë sezon do jetë organik që do udhëheqet e skuadër edhe më lart në vitet e ardhshme. Ndeshja e radhës është shumë e vështirë, është kundrejt skuadrave. Me thënë drejtën, të treja ndeshjet e para tonat ishin kundrejt skuadrave që janë në aktivitet, pra ka filluar aktivitetin në verë dhe janë në ndeshje me 90 minuta shumë dhe me kompeticione shumë të forta. Dhe kjo i vështirëson akoma më tepër formën tonë kundrejt formës atyre në javën që vjen.